Nevruz Golka ka kryer 2 dënime me akuzën tradhti ndaj adheut në formën e arratisjes mbetur në tentativë. Nga dënimi i parë, Golka kujton se i kishin mbajtur për pak ditë në burgun e Korçës e mandej autoburgu i kishte çuar në Laç, ku do ndërtonin uzinën e superfosfatit. Pas 3 vitesh aty i kishin çuar në Elbasan, ku do ndërtohej fabrika e çimentos. E pas një viti në Elbasan, destinacioni i radhës ishte Spaçi. Me mbi 18 vite burg për të 2 dënimet, Nevruz Golka kujton se pjesën dërmuese të dënimit e ka kryer në Spaç, një vend që i sjell ndërmend vuajtjet më të mëdha të jetës. Ai është edhe një nga dëshmitarët okular të revoltës së Spaçit dhe dëshmon detaje domethënse mbi nisjen e asaj revolte, për vendosmërinë të burgosurve për liri dhe se si ajo revolt tronditi nga themelet regjimin komunist, duke shkaktuar panik të udhëheqja e lartë komuniste në Tiranë. Ishte vërtet një diçka shumë e trishtë. Kisha dëgjuar që kishte mora me bisht, po atje i pash vetë. Ishin ca baranga të gjata që merren nga 200 veta brenda, edhe të mbushura me, si i thoshim, në pupurit. Tallash i presuar, kishte vend atje për mushkonja, për çimka, si i thoshim ne, për akrepa, për çdo gjë. Po që mora me bisht nuk kisha parë ndonjëherë atje pash. Shtrieshin për të fjetur dhe ata morat me bisht kështu si tanke në për trup. Ishte të merë, si kishin jetuar ata para nesh, se atje kishin qenë ca punonjës vendalin që punonin në minjerë. I hoqin ata dhe na, atje pastaj morën vesh që në një mbledhje që kishte bërë byroja politike, ishte ngritur problemi që ku t'i shpjem sa të burgosit që janë shumë. Mehmeti tha, e di unë, tha, kam përgatitur një vend të mirë shumë. Edhe ishte dore Mehmetit që na shpu në Spaç. Edhe këta e besova kur erdhen fëmijët e Mehmetit në burg, ta shikonja kurizin e kishin plagë nga të raurat në rip që i rrinte Mehmeti. Kur rrinte djemtë e ti, do t'i vinte keq për neve. A përmendsh. Edhe në revolt na erdhi Feçori. Feçor Shehu. Një kriminal i lindur. Janë nga Çorushi, një vend shumë i egër në Mallakastër. Edhe ai torturat që kemi parë gjatë kohës së revoltës ishin të merë. Midis neve qarkullonte një barsolet që ishte vërtet kuptim plotë. Disa shkencëtar anglezë i zunë robë në Afrikë, edhe i torturonin. Dhe i futin në dhoma me gjarë prinje, se që kishin mundësit ata. Dhe njeri nga këta i thot atyre zezakve, kam shpikur një spatë që kush do më i forti nga juve, t'i bjerë me tërë fuqin, qafës time nuk e pret. Si ka mundë si thonë? Po, ja, provojeni. E buri kokë në ajo një tjera në ata ju këput koka e prenë. Këta shokët thanë, të rjetën ajo ka qenë më i menqër se neve. Për të likuiduar torturat, pranoj që t'i pritesh koka. Të më thënë në atë gjendje, arritëm neve nga torturat e Spaçit. Nisjen e revoltës së Spaçit, Nevruz Golka e kujton me detaje. Ishte mëngjes, po bëhej gati të nisej për në punë turni i parë. U fillua revolta për një të burgosur, kishte qenë oficer sigurimi ai, kaloi në ekstrem,
dhe nuk donte të dilte në punë. Këta e morën me forcë që ta nxjinin. Ai ishte goxha, djali i fuqishëm, kundërshtoi. Nuk donte të dilte në punë. Kishim një qenë që e mbanim aty. Tartarini, i thoshim. Ai ju sul operativit, e zuri për pëndallona edhe i ra kapela ati operativit atje. Kjo ishte piknisja. Dhe në kohën që ne do të dilem në punë, ishte turni parë, dhe urdhroi asnjë të mos dalë në punë. U kthyem prapë dhe filloi revolta pasaj. Vazhdoi se thonë edhe për Rebeshin, në fillim janë ca pika ujë, pasaj rrugës shtohen, bëhen edhe fillon Rebeshi të merr shtëpinë, të merr mallin e gjithçka. Ajo ishte piknisja. Dhe ne po ishim gati se gjithmonë kundërshtonim pse na futnin në punë në galeri. Pse na futnin në punë? Atje të shlyhen gabimet. Si çfarë gabimi kishim bërë? Nuk e dim. As vetë nuk e dim se çfarë gabimi kishim bërë. Filloi pastaj u përshkallëzua revolta deri në kohën që do dilte turni i tretë. Turni i tretë dilte në orën 9 në punë. Nuk dolli turni i tretë, erdhi dhe i dyti, u bën. Atëre filloi gjuhëtja me mitralos. Jo në trup, po për panik. Morëm një dy tubo me ato që bënin çpime këto sondat, edhe montoheshin kështu me fileto. I ngulëm atje dhe ngritëm një flamur. Filluan të gjonin flamurin, po si se zuri një plumb për be. Një plumb, nuk e zuri flamurin. Zjarë lëshon taj tubi nga plumbat, po plumbat e mitralozët ishin goxha të mëdhenj. Edhe asnjë e të tërë thoshin, ja, është flamuri shqiptar pa yll, se nuk ja bë myllin, ne vetëm shqiponjë, edhe nuk e zë plumbi, mos keni frikë. Golka kujton se të burgosurit kishin nisur të bënin thirrje edhe rojeve të armatosur që të bashkoheshin me revoltën e tyre për një Shqipëri moderne europiane e të mos i zbatonin urdhrat e prorëve për të qelluar mbi të burgosurit. Kur filloi breshëria e parë e plumbave që po qellonin, ishte një djalë shumë i mirë nga Fieri. Ishte djalë i ri, domethënë, që nga ushtria e kishin sjellë në burg për agitacion, e ju drejtua ushtarëve. Mos na qelloni neve, ne s'kemi asnjë faj. Qelloni ata që ju kanë urdhëruar. Se ne duam të ndërtojmë një Shqipëri moderne, një Shqipëri europiane. Duam të hyjmë në OKB, se OKB ishte atëherë më. Kështu që ata që ju urdhëruan, ata janë fajtorë, jo neve. Dhe për çudi, asnjë nuk po qellonte me. Edhe e po shkatuan ato djalin. Se vërtet me shpirt e nxori atë si nuk jemi ne armiqtë tuaj. Armiqtë tuaj janë këta që po qellojnë. Edhe një të ndryshuar pasaj të tërë ushtarët e sollën kaptera në ata të vjetrit. Edhe ishte një moment vërtet shumë delikat i asaj. Po kishte edhe nga ata që bërtisnin jo Enver Hoxha, po Mehmetçeu. I thash unë një pjesë të shokëve, ç'është kjo Mehmetçeu? Mehmetçeu është më kriminal se ai. Përse e doni Mehmetçeu? Më thënë, kishte të infiltruar, siç quhen tashti, njerëz që të thrisnin që të justifikoheshe pasaj edhe më vonë për shkatimi i Mehmetçeut.
si që ndërtonte. Ishte shumë gjë e rëndë. Vazhduam 3 ditë kështu. Pas 3 ditësh, u futën forcat, edhe na morën, na lidhen me zinxhir në seri. Pastaj një zinxhir ishte në seri i duar, edhe kalonte zinxhiri këtu, edhe këtu ishte një kyç. Edhe një kyç ishte këtu në këmbët, për çdo njeri. Edhe kapterat e kyçnin, për shembull, kyçin edhe e jithnin në një kazan për gjelle, kazan i madh. Edhe u bë një mal me kyçe. Po kur dhanë urët pasaj që të mbaronte revolta, të gjitha ata kyçe duhet i provojnë në cilin do njeri gjersa të gjenje atë. Ajo ishte një gafe shumë e madhe. Dhe gjithë u desh 3 ditë me zi të zgjidheshim nga pranga. Llogaritën pas 3 ditësh, në zgjendje ishim neve, që na i prejnë edhe ujin, na i prejnë edhe bukën. Pas revoltës, gjendje në kamp ishte tensionuar. Regjimi kishte marrë masa ekstreme dhe dhuna ndaj të burgosurve ishte bërë e padurueshme. Ishte dënuar i gjithë kampi, e kjo do thoshte tortura, izolime e privim, qoftë edhe për të drejtat më themelore. I hoqën që të gjithë që kishte policë, edhe sodhën policë me thinja, për moshës rreth 45-50 vjeç, gati në pension. Edhe ishin policia e Kasem Kaçit, policia speciale. Ata, po të shikonin 2 veta duke biseduar, merrin një bisht pekazme, edhe me sa fuqi të kishin të binin kokës. Çfarë i the? Po si thash gjema, i thash ta ndesh çik cigaren. Jo, çfarë i the? Domethënë, ishte e pamundur të lejonin të bisedonje me shokun. Nuk kishte formë më brutale edhe luftë psiqike se asaj kohë, dhe vazhdoi shumë. Mbas revolta vazhdoi shumë kjo kohë. Feqor Shehu solli një makinë, ishte si këto botet e naftës, e tha, e shikoni këtë makinën? Po. Kjo është me napalm. Për 10 minuta, neve, se ishte dhe pozicioni i Spaqit, në fund fare ishim ne, pastaj vinte mali kështu përpjet, atje ishte dhe minjera, atje ishin dhe postat e rojeve. Ajo makina ishte tamam mbi ne, mbi kokën tonë. Nëse kemi problem. Ne ja, 10 minuta ju dogja dhe, po ne duam që të mos ketë dhimbje. Ajo, si ishte problemi dhimbjes, po ishte problemi se, si që morëm vesh më vonë, ishte dhe në BBC-ja si lajm, revolta e Spaqit, dhe midis lajmeve ishin 16 grupe, me nga 12 veta si që ishin, që do dënoheshin, dhe në çdo grup do përshkatoheshin nga 4 veta. Më thënë, 16 R4 se sa i binin që duhet përshkatoheshin. Me që u dha lajmi në BBC, u tërhoqin këta.
Ata 4 të parët që i bën gjyqin special atje, në sy tonë, ishte Ranit Qela, kryetari i gjykatës, Dhori Panariti, ishte prokurori i Republikës, Kasem Kaçi ishte shefi i policisë. Ata koca i shpun në gjyq, se ata kishin vdekur që nga druri. Pra, se do u bë gjyq special aty. Ata kishin vdekur. Kur i kaluan që këtu edhe që i shpun atje në gjyq, ata ishin të vdekur. Ata kollonin komplet gjak, edhe ishin të lidhur vetëm, i kishin lënë këtu. Dy brimka, pa fashkuar, po që ishte të merë, të shikonje. Ata thjesht e bën këtë që të friksojshim neve. Jo, nuk ndodhi ajo. Nuk ndodhi ajo. Kur arrin njeriu kulmin, nuk merr parasysh me asnjë gjë. Pas revoltës, një pjesë e madhe të burgosurve që kishin marrë pjesë, do të merrnin ridënime. Nga ridënimet nuk do të shpëtonin as ata që kishin veç se pak muaj apo javë për të dalë. Pastaj filluan gjyqet, i merrin që nga kampi, i shpinin në rëshen, i dënonin edhe i sillnin prapë këtu. Edhe dëshmitarët ishin po nga neve, të burgosur ishin. Nuk morën asnjë dëshmi nga ndonjë ushtar, ose nga ndonjë policë, ose nga një. Vetëm nga të burgosurit. Ishte 38 vjeç, në fund të vitit 1982, kur Nevruz Golka doli nga burgu i Spaçit. Kishte bërë mbi 18 vjet burg. Nëse mund të quhej faj, faji i tij i vetëm ishte se ëndërron të lirin. Dalja nga burgu e përballi me një sfidë tjetër të vështirë. Ku dhe si do t'jetonte? Në shtëpinë e babait nuk mund të shkonte. Ai e kishte mohuar një herë për gjithmonë si djalin e tij. Me atë njollë që i kishte vënë regjimi, si mund të riniste jetën nga e para? U bë amnistia e 82-shit, edhe më zuri dhe mua. Dola me amnistinë e 82-shit. Kur dola këtu, pastaj atje, kjo ishte më e vështira. Më dhanë një flet lirimi për në degën e brendshme, e shpura atje më regjistruan, e më thanë ik në shtëpi. Thashun, nuk e di, a më pranojnë ata të shtëpisë apo jo? Nuk e dim neve, ik shko atje. Edhe, unë gjitha në fshat, në mborje. Nuk më mbante të vinja në shtëpi, se e dinja që diçka do ndodhe. Edhe dërgoj një djalë të lagjës. I ki thuaj, thashun, atyre në shtëpi që është liruar filani. Edhe është atje në klubi. Ata me njerë, s'ka pun të vi këtu aj. Jo, le të vej ku të doj. U ktheva përsëri në degën e brendshme. Thashun, nuk më pranoj shtëpia. Ç'na duhet neve? Po mirë, mos që duhet juve, thashun, as mua s'më duhet. Edhe atje ku ishte oficer është, atje ndenja unë tërë natën. Në një qoshe, kur erdhe kryetari i degës. Po kjo çfarë është? Po ka dalë nga burgu, tha nuk e pranon familja. Po mirë, shkoni njërë, ta bisedoni me ta. Erën ata biseduan, jo, në asnjë mënyrë. Edhe u gjet një zgjidhje, më futën të punoja në minjerë, mbore dreno, edhe të flinja në hotel beqare. Ashtu i dëshpëruar si që isha pa familje, e thash do krijoj një familje. Edhe mora këtë gruan, kjo ishte e internuar. Sa po kishte ardhur nga internimi,
Edhe më duk si kur gjetëm të nxjerja kapakun. E krijova familje. E sota deri në këtë gjendje.